Çdo mëngjes, pikërisht në orën 7, banorët e lagjes së qetë Villa Esperança shihnin të njëjtën skenë të pazakontë që i linte të gjithë të hutuar. Një vajzës rreth 5 vjeçe ecte ngadalë përgjatë trotuarit me një palltoroz të ndezur që dukej shumë e madhe për trupin e saj të brishtë. Por ajo që tërhiqte vëmendjen e të gjithëve nuk ishte palltoja, ishin 500 e mëdhenj të racës, pastor gjerman që ecnin pranë saj me një disiplinë të frikshme. Ajo i mbante të 5 zinxhiret me duart e saj të vogla, ndërsa qend lëviznin në sinkron të plot, si ushtar të trajnuar mirë që ndiqnin komandantin e tyre. Vajza nuk fliste me askën. Nuk buzëqeshte. Nuk e kthente kokën kur njerëzit e përshëndesnin. Ajo thjesht ecte, e heshtur dhe e pandryshueshme, duke kaluar në të njëjtën rrugë, në të njëjtën orë, çdo ditë, pa përjashtim. Kur ajo kthehej pas qoshës pranë pemës së vjetër, e gjithë lagja dukej të merrte frym përsëri, sikur prania e saj krijonte një tension të padukshëm. Thashë themet u përhapën si zjarr. Disa besonin se ajo ishte vajza e një trajneri legjendar qenësh që kishte vdekur në një aksion sekret. Të tjerë thoshin se qenë kishin qenë dikur pjesë e njësive policore ose ushtarake dhe se vajza kujdesej për ta. Por askush nuk mund ta shpjegonte se si një fëmijë kaq i vogël i kontrollonte 5 kafshë kaq të fuqishme me aq autoritet të ftohtë dhe të rrept. Një mëngjes, zoti Antonio, pronari i furrës në cep të rrugës, vendosi ta përshëndeste. Mirëmëngjes, e vogël, tha ai me një buzëqeshje të butë. Por para se vajza të reagonte, qend u rreshtuan përpara tij, duke e vështruar me sy të ngurtë, plot paralajmërim. Zoti Antonio ngriti duart dhe u tërhoq, ndërsa vajza fishkulloi lehtë. Qend u kthyen menjëherë në formacion dhe vazhduan ecjen, ndërsa burrit i mbeti zemra të rrite fort nga frika. Brenda pak javësh, videot e vajzës u përhapën në të gjithë vendin. Njerëzit i quanin komandantja e vogël, vajza misterioze, madje edhe mbretëresha e qenve. Analizat e përdoruesve online nxorën detaje që banorët lokal nuk i kishin vënë re, qend kontrollonin çdo kënd, çdo derë, çdo njeri që afrohej. Njëri shikonte përpara, një tjetër nga pas, dy mbanin krahët, ndërsa njëri qëndronte aq pranë saj sa dukej se do të hidhej mbi çdo që do t'i afrohej shumë. Në një prej mëngjeseve, një banor i ri i lagjes, Lucas Oliveira, e pa skenën nga balkoni i apartamentit të tij. Ai ishte zhvendosur vetëm pak ditë më parë dhe nuk mund t'u besonte syve. Si ishte e mundur që një fëmijë të komandonte 500 të kësaj race me aq qetësi dhe kontroll të ftohtë? Lucas ishte ish gazetar investigativ me përvojë në raste të errëta dhe diçka tek kjo vajzë i ndezi instinktin. Ai bëri një foto. Kjo foto do të bëhej virale brenda natës dhe do të niste një hetim të tërë nga i gjithë vendi. Stacionet televizive filluan të dërgonin ekipe në lagje. Gazetarët prisnin çdo mëngjes të fshehur pas makinave me kamera gati. Por vajza nuk reagonte. Ajo ecte e njëjtë, sikur bota përreth të mos ekzistonte. Sytë e saj gjithmonë drejtuar përpara. Disa ditë më vonë, banorët nisën të flisnin edhe më shumë. Zonja Maria, një grua e moshuar që jetonte pranë furrës, betoi se kishte dëgjuar vajzën të fliste gjuhë të huaj, ndoshta gjermanisht, dhe qend ju bindën menjëherë, duke u ulur në formacion perfekt. Dikush tjetër vuri re se secili prej qenve kishte një pllakë të vjetër metalike në jak, të gërvishtur, me numra të gdhendur që dukeshin si identifikime operative. Një polic lokal, pasi pa videon, tha, këta janë qenë të shërbimit të lartë, të dalë në pension. Ky lloj bindjeje nuk zhduket kurrë. Lucas filloi të filmonte çdo mëngjes. Sa më shumë filmonte, aq më shumë pyetje i lindnin. Në një nga pamjet, ai vuri re një shenjë të vogël në kyçin e dorës së vajzës, si një plagë e vjetër. Në një tjetër pamje, ai dalloi një simbol policie të fshehur në jakën e njërit prej qenve. Komentet në internet nisën të merrnin ton më të errët, kjo vajzë po ruhet. Po e mbajnë fshehur. Po fshihet nga dikush. Pse askush nuk e sheh ku shkon? E megjithatë, askush nuk mund t'i ndalte video. Ato ishin hipnotizuese, shqetësuese, të vërteta dhe të frikshme njëkohësisht. Lucas nisi të zgjohej çdo ditë para orës 6:30 vetëm për ta parë. Ai e ndiqte nga distanca, pa e bërë të dukshme praninë e tij. Dhe çdo ditë qentë e formonin të njëjtën murmbrojtës rreth saj. Ata nuk ishin thjesht roje. Ata ishin një njësi ushtarake e programuar për të mbrojtur me çdo kusht. Një mëngjes, ndërsa ajo kalonte përpara portës së tij, Lucas pëshpëriti me vete. "Çfarë je ti, vajzë?"
Ai ende nuk e dinte, por e vërteta që fshihej pas asaj vajze të vogël dhe 5 qenve të saj do të trondiste jo vetëm lagjen, por të gjithë qytetin. Nga balkoni i tij në katin e dytë, Lukas vëzhgonte çdo detaj të vajzës misterioze. Palltoja e saj roz ishte gjithmonë e njëjtë, me mëngët pak të grisura. Këpucët e saj dukeshin të konsumuar, sikur ajo kishte bërë udhëtime shumë më të gjata se sa rrugët e qeta të lagjes. Ndërsa qentë, gëzhojat e tyre shkëlqenin, jakat ishin të mirë mbajtura, dhe mënyra si ecnin nuk ishte lojë, ishte disiplinë e pastër. Ai shënoi në blok, këta qenë kanë një qëllim. Por cili është? Një mëngjes të ftohtë, kur kureshtja u bë më e fortë se arsyeja, Lukas vendosi t'i ndiqte. Ai qëndroi në një distancë të sigurt, jo shumë afër sa t'i shqetësonte, por mjaftueshëm për të parë drejtimin e tyre. Vajza nuk u kthye asnjëherë për të parë pas. Dora e saj e vogël mbante zinxhiret me një qëndrueshmëri të mësuar. Ata kaluan pranë furrës së bukës, librarisë dhe parkut. Por pastaj u futën në një rrugicë të ngushtë që çonte drejt skajeve të harruara të qytetit. Shtëpi të vjetra rreshtoheshin në të dy anët, disa me dritare të mbyllura me dërrasa, të tjera të braktisura plotësisht. Atëherë Lukas pa diçka që i ngriti pulsin. Sjellja e qenve ndryshoi menjëherë. Veshët u ngritën, hapat u ngadalsuan dhe ata u afruan rreth vajzës në një formacion të ngushtë mbrojtës. Ajo hodhi syt drejt qiellit për një moment, pastaj përshpëriti diçka të qetë. Qentë u qetësuan menjëherë. Komanda e saj e shkurtër e dridhi Lukasin. Ishte zë i butë, por autoritar. Ata mbërritën në fund të lagjes, përpara një shtëpie të harruar nga koha, muret e plasaritura, gardi i shembur, dritaret të mbuluara me plastik në vend të xhamit. Por sapo vajza hyri brenda portës, tensioni i qenve u zhduk. Ata tundën bishtat ngadalë, sikur kishin arritur më në fund në shtëpi. Lukas u fsheh pas një peme dhe bëri disa foto të shpejta. Instinkti i tij i gazetarit bërtiste, ka diçka këtu, diçka që askush nuk e di. Kur vajza hyri brenda, ai dëgjoi një qen të lehtë duke lejur nga brenda. Ndoshta 2 ose 3 të tjerë. Si mundet një fëmijë t'i kujdes të gjithë këta qenë, mendoi ai hutuar. Të nesërmen, ai u kthye. Parkoi disa rrugë më larg dhe priti brenda makinës. Në momentin që ora e kishës ra në 7, porta e vjetër u hap. Vajza doli sërish me të njëjtin ritëm të qetë, trançat duke u lëkundur, ndërsa 5 pastorët gjerman formuan një mur mbrojtës rreth saj. Lukas e ndoqi, duke vëzhguar me më shumë vëmendje se kurrë. Secili qen kishte një rol. Më i madhi, me një jak lëkure të gërvishtur, ecnte në krahun e djathtë, gjithmonë vigjilent ndaj rrugës përpara. Një tjetër më i ri ishte në të majt, dhe her pas here prekte dorën e vajzës me turirin e tij, sikur të kontrollonte nëse ajo ishte mirë. Kur një kamion kaloi shumë afër, njëri prej tyre lëshoi një bark të mprehtë dhe menjëherë të pestë formuan një mur mbrojtës përballë mjetit. Lëvizjet e tyre ishin të shpejta, të ushtruara, jo instinktive. Vajza përshpëriti butë, është në rregull. Dhe qentë u qetësuan sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Në park, ajo ul në një stol, ndërsa qentë u vendosën në një gjysmë rreth saj, të heshtur e të gatshëm. Vajza hapi një kuti të vogël ushqimi dhe filloi të jepte copa buke, vetëm për ta. Ajo i përkëdhelte me kujdes, duke u thënë fjalë që Lukas nuk mund t'i dëgjonte. Zemra i u shtrëngua. Nuk ishte thjesht një fëmijë me qen. Ishte dikush që mbante një peshë shumë më të madhe. Kur një vrapues i u afrua, një nga qentë u ngrit menjëherë dhe i bllokoi rrugën. Vrapuesi u tërhoqi i nervozuar. Përsëri, ajo lidhje e padukshme, ai besim absolut i frikshëm. Ju nuk po shëtisni, përshpëriti Lukas. Ata po shëtisin ty. Por arsyeja e atij besimi ishte shumë më e thellë se sa ai mund ta imagjinonte. Një mëngjes tjetër, dielli sapo po lindte, lagja qetë, aromë ves dhe benzine në ajër. Vajza ecte me të njëjtin ritëm, qentë rrëshisnin pranë saj si hije. Lukas ishte prapa, duke bërë sikur shikonte telefonin. Por atë ditë, ai ndjeu një tension të fortë në ajër. Qentë ishin të shqetësuar, kokat u ktheheshin nga çdo tingull, veshët lëviznin si antena. Pastaj ndodhi. Një motociklet shpërtheu nga fundi i rrugës, motori u lëriti, shoferi qeshi me arrogancë duke kaluar shumë pranë trotuarit. Vajza u ngrir, syt ju zgjeruan. Para se Lukas të bërtiste, pastorët gjerman u hodhën përpara. Më i madhi u vendos midis vajzës dhe motorit.
Dy të tjerë u bashkuan duke krijuar një mur trupash. Motocikleta devijoi për centimetra dhe u përplas me një kosh plehrash. Lukas vrapoi. Je mirë, thiri ai. Por qend u kthyen menjëherë drejt tij duke i treguar dhëmbët, një paralajmërim i qartë. Motociklisti u ngrit duke sharë, por një rënkim i thellë nga një prej qenve e detyroi të heshte. Vajza u ul pranë qenit udhëheqës, dorëzat i dridheshin ndërsa prekte qimen e tij. Je mirë, bravo, përshpëriti ajo. Emri e goditi Lukasin si rrufe. Nuk ishte një nofk. Ishte një kod shërbimi, si ato që përdorin njësitë ushtarake. Ai bëri një hap. Duhet të shkosh në shtëpi, tha me zë të butë. Vajza ngriti kokën për herë të parë. Sytë e saj ishin të mbushur me frikë, pafajësi dhe një dhimbje të fshehur. Ne jemi mirë, tha ajo qetë. Pastaj tërhoqi mëngën me nxitim duke fshehur një shenjë të zbehtë në krah. Lukas pa vetëm një çast, dukej si një djegje e vjetër. Për pak çaste, vajza ngriti kokën. Sytë e saj ishin një përzierje e frikshme e pafajësisë, frikës dhe diçka e tjetër, një trishtim i thellë. Ne jemi mirë, tha ajo me një zë të dobët, pothuajse të padëgjueshëm. Pastaj, kur pa një grisje të vogël në mëngë, e tërhoqi shpejt duke fshehur diçka poshtë saj. Për vetëm një sekond, Lukas pa një shenjë të zbehtë në krahun e saj, si një djegje e vjetër apo një plagë nga ndonjë procedurë mjekësore. Para se të mund t'i bënte ndonjë pyetje, qend nisën të lehnin sërish duke e larguar vajzën nga skena. Brenda sekondash, ajo u zhduk pas qoshës së rrugës, duke e lënë Lukasin me zemrën që i rrite fort dhe me pyetje që i rrotulloheshin në mendje pa pushim. Motociklisti sharoi me zë të ulët dhe u largua duke çaluar, por Lukas as nuk e vuri re. Sytë e tij ishin ende te pamja e pabesueshme, një vajzë e vogël që komandonte 5 pastor gjerman të trajnuar, të cilët do të sakrifikonin jetën për të. Ai përshpëriti, bravo që në shërbimi plagë sekrete. Sytë i u ngushtuan. Ka më shumë tek ti se sa mendon kushto, vogëlushe. Ndërsa kthehej drejt makinës, një jehon e largët lehash e ndoqi nëpër ajrin e mëngjesit. Nuk ishin leje zemërimi, por të mbrojtjes së pastër. Atëherë Lukas e kuptoi, ai nuk po ndiqte një mister, ai tashmë ishte brenda tij. Atë natë nuk fjeti. Çdo herë që mbyllte sytë, shihte shenjën në krahun e vajzës dhe dëgjonte zërin e saj të butë, je bërë shumë i guximshëm. Emri bravo jehonte në mendjen e tij si një copës enigme që kërkonte përgjigje. Me të zbardhur dita, ai u kthye në periferi, para shtëpisë së vjetër të vajzës. Mjegull e trash mbulonte rrugën, ndërsa nga brenda vinin leje të buta dhe një qamje e shuar. Ai priti derisa vajza doli për shëtitjen e saj të zakonshme. Sapo ajo u largua me 5 qend, Lukas kaloi rrugën. Instinktet i thoshin të mos hynte, por kureshtja e shtynte. Nga afër, shtëpia dukej edhe më e rënuar, dritare me balt, një kuti poste e ndryshkur pa emër dhe gjurmë të vogla këmbëshqensh në tokë, si hije të shtypura në dhe. Ai rrethoi shtëpinë dhe gjeti një hangar të vogël të hapur. Brenda kishte thas bosh ushqimi, batanie të grisura dhe shumë jak qensh të përdorura. Era ishte përzier me aromë ilaçesh dhe shampoje. Pastaj pa një ark druri në qoshe. Kur fshiu pluhurin e trash, lexoi fjalët që ja ngrin gjakun, pronë e njësisë canine të policisë metropolitane. Zemra i rahu fort. Pra, ata që nuk ishin të zakonshëm, ishin ishqen policie. Por si kishte përfunduar një fëmijë me 5 prej tyre? Një leje e mbytur e bëri të kthehej. Në derë qëndronte një qen tjetër, më i moshuar, me një këmbë të rënduar. Qeni e pa drejtë në sy për disa sekonda, pastaj u zhduk brenda shtëpisë. Lukas ju afrua dritares së përparme dhe ngriti telefonin. Përtej perdes së holl pa tasat e ushqimit, pajisje mjekësore dhe një uniform policie të palosur mbi një karrige. Po kush po kujdeset për kë, përshpëriti ai. Teksa largohej nëpër mjegull, një rënkim i ulët e ndoqi nga pas. Ai ende nuk e dinte, por herën tjetër nuk do të ishte më vetëm, dhe sekreti i shtëpisë nuk do të mbetej i fshehur. Vëmendja u rrit aq shumë sa filloi të tërhiqte syrin e gabuar. Videot virale, zërat, teoritë dhe pastaj erdhi një telefonat nga dikush që mendoi se po bënte gjën e duhur. Një javë më vonë, një furgon i bardhë me mbishkrimin kontrolli i kafshëve ndaloi para shtëpisë së vajzës. Lukas vëzhgonte nga pas makinës së tij i fshehur. 2 oficerë zbritën. Njëri mbante një blok shënimesh, tjetri po rregullonte një shiringë qetësuese në brez.
5 pastor gjerman nën kujdesin e një fëmije, tha oficeri më i ri. Kjo nuk është e sigurt. Duhet t'i marrim nëse nuk ka ndonjë i rritur. Porta u hap me një kërcitje. Leje të thella shpërthyen menjëherë. 5 pastor gjerman dolën duke treguar dhëmbët të vendosur për të mbrojtur shtëpinë. Wow, tha oficeri më i vjetër, kjo është sjellje formacioni. Ata po mbrojnë, jo sulmojnë. Por një hap i vogël përpara mjaftoi. Bravo u hodh drejt portës me një rënkim të frikshëm. Oficerët u ngrinë. Dhe pikërisht atëherë vajza doli në derë. Kasakoja e saj roz ishte e zbehur, fytyra e saj e lodhur por e vendosur. Ndalo, bërtiti ajo. 500 u tërhoqën menjëherë duke u vendosur pranë saj si ushtar të disiplinuar. Dora e saj preku kokën e Bravos, është në rregull. Ata nuk erdhën të na dëmtojnë. Oficeri më i ri u përkul pak. E dashur, ku janë prindërit e tu? Vetëm ne, tha ajo bull. Syt i mbushën me lodh. Ju lutem mos i merrni. Janë gjithçka që më ka mbetur. Oficerët pan rreth shtëpisë dhe pan lëvizje në errësirë. Qend më të moshuar po shikonin nga brenda. Duart e Lukasit dridheshin. Do të kthehemi nesër me këshillin e fëmijëve, tha oficeri i vjetër. Jo, përshpëriti vajza, duke përqafuar Bravon nga larg. Lukas e kuptoi se nuk mund të rrinte më i heshtur. Ai do të duhej të zgjidhte, të qëndronte larg ose të luftonte për të. Po kush do të kujdeset për ta ndërsa ti je larg? Pyeti vajza, me zërin që i dridhej. Daniel i përkëdheli flokët pas veshit dhe buzëqeshi me atë ngrohtësinë që ajo kur nuk harroi. Prandaj kam ty. Unë? Pyeti ajo me sy të mëdhenj, të mbushur me frikë. Daniel pohoi. Nëse ndodh diçka me mua dhe dua të them çfarëdo gjëje, ti kujdesesh për djemtë e mi. Premtoje. Ama unë jam e vogël, përshpëriti ajo. Zemra nuk matet me madhësi, tha ai bull. Dhe ti ke më shumë se kushdo që kam njohur. Ai fishkëlloi lehtë dhe qend u ulën në formacion të përsosur. Ishe? Ata nuk do të largohen kur nga ana jote. Ata do të mbrojnë dhe ti do t'i mbrosh ata. Dakord, ajo pohoi me lot që i mbushnin syt. Dakord. Ai e puthi në ball. Vajzë e mirë. Të nesërmen erdhi telefonata. Një operacion shpëtimi pengjesh kishte shkuar keq. Daniel dhe njësia e tij hyn. Vetëm 3 oficer dolën. Daniel jo. Atë natë, vajza u zgjua nga shiu që godiste çatin. Bravo ishte ulur te dera e saj. I lagur, me sy të mbushur me dhembje. Pas ti erdhën qend e tjerë, secili mbante pjesë të pajisjeve të Danielit, distinktivin, kapelen, bilbilin e tij. Që nga ajo natë, ajo nuk i la më të largoheshin. Kur kujtimi u shua, Lukas ndjeu fytin të ngushtohej. Vajza heshti, me lot që shkëlqenin në dritën e zbehë. Ai e mbajti premtimin e tij, përshpëriti ajo. Tani është radha ime. Lukas preku but shpatullën e saj. Ti nuk e mbajte, vetëm ti u bëre vetë premtimi. Fotoja e Daniel Tabralit mbi krye të tyre rrezatonte lehtë nga drita e lanternës. Bab e bi, të bashkuar nga guximi dhe besnikëria. Të nesërmen, historia u përhap si zjarr. Ajo që kishte nisur si një video virale për një vajzë misterioze me qen të mëdhenj, tani ishte kthyer në një legjendë të vërtetë. Oficerët që kishin hyrë në shtëpi nuk e mbajtën dot sekretin. Në mesditë, gazetarët u kthyen në rrugën e palmave, por këtë herë nuk kërkonin skandal, kërkonin një heroin. Fqinjet që kishin gjykuar dikur, tani rinin jashtë të turpëruar. Dona Maria mbante një shport me bukë, duart që i dridheshin. Dhe ne mendonim se ajo ishte e çuditshme, nuk e pam kur që ajo po bënte punën e të atit. Në qoshe u mblodh një grup njerëzish. Kur Lukas doli nga makina, mikrofonët i u drejtuan atij. Është e vërtetë që ajo kujdeste vetëm për qen policie të plagosur? Pyeti një reporter. Lukas mori frym thellë. Po. Dhe e bëri më mirë se shumica e të rriturve. Lajmi u transmetua kudo. Titujt shpërthenin, vajza 6 vjeçare vazhdon trashëgimin e oficerit të rënë. Fëmia që shpëtoi heroinët me 4 putra. Pamjet e vjetra të Danielit me qend e tij prekën vendin mbar. Komentet vërshuan, qava me këtë histori. Ajo është një engjëll i vërtet. Baba i saj duhet të jetë krenar.
Ndihma nisi të vinte nga çdo anë. Fqinjet sillnin ushqime, batanie, lodra për qenë. Për herë të parë, vajza buzëqeshi me sinqeritet, me dorën e vogël mbi kokën e Bravos. Lukas i tha, "E she?" Nganjëherë njerëzve u duhet vetëm të kuptojnë historinë, por fama erdhi shpejt, shumë shpejt. Kamera, intervista, ceremoni. Trupi i saj i vogël, i lodhur nga vitesh dhimbje dhe përgjegjësi, nisi të dorëzohej. Në fund të javës, ajo u rrëzua. Në një ceremoni të vogël në komisariat, ajo humbi ndjenjat. Lukas e kapi para se të binte. Bravo hungëroi në agoni, duke u përpjekur të ndiqte barelën. Qentë e tjerë i rrethuan dyert e ambulancës, duke refuzuar të largoheshin. Në spital, ata qëndruan në shi, duke ruajtur portën si roje besnike. Kur agoi dita, një infermiere doli jashtë dhe u tha, "Ajo do të mirësohet. Mund të hyni." Askush nuk harroi atë që ndodhi më pas. 5 pastor gjerman që ecnin ngadalë nëpër korridorin e spitalit, kokat ulur, sytë të fiksuar në dhomën e saj. Bravo vuri nofullën pranë dorës së saj. Gishtat e vajzës lëvizën. Sytë ju hapën. Bravo, pëshpëriti ajo. Lukas u shfaq në derë, me sytë e mbushur me lodh. Mirë se vjen mbrapa, vogëlushe. Jashtë, bota festonte një mrekulli. Por brenda, kishte vetëm një vajzë, qenë të saj dhe ritmin e një premtimi që nuk u thye kurrë.